Era e gojës së agjëruesit, një dëshmi e adhurimit. Në muajin e Ramazanit, agjërimi nuk është vetëm përmbajtje nga ushqimi dhe pija. Ai është një gjendje plot shpirtërore, fizike dhe morale. Edhe ajo që njerëzit e shohin si shqetësim, edhe ajo që bota e konsideron të padëshirueshme, tek Allahu mund të ketë një vlerë të jashtëzakonshme. Një nga shembujt më domethënës është era e gojës së agjëruesit. Çfarë është era e gojës së agjëruesit? Era e gojës gjatë agjërimit është një fenomen natyror. Kur trupi ndalon marrjen e ushqimit për shumë orë, organizmi kalon në një gjendje të quajtur ketoz, ku fillon të djegë ytyrat për energji. Ky proces prodhon substanca që ndikojnë në frymarrje, duke shkaktuar një erë që ndryshon nga ajo e zakonshme. Por ajo që për mjekësinë është procesi biologjik, për Islamin është shenjë bindjeje dhe durimi. Vlera e saj në Islam. Muhamedi alayhi salam ka thënë: era e gojës së agjëruesit është më e dashur tek Allahu se aroma e miskut. Subhanallah. Vëlla im, kjo thënie profetike e përmban një mesazh të thellë. Ajo që njeriu duron për hir të Allahut, edhe nëse është e pakëndshme për njerëzit, është e çmuar në peshoren hynore. Era e gojës nuk është pa pastërti, por gjurmë e adhurimit. Ndarja mes higjienës dhe adhurimit. Islami nuk e nxit neglizhencën, përkundrazi, pastërtia është pjesë e besimit. Profeti alayhi salam përdorte mizvakun rregullisht dhe i nxiste shokët e tij të kujdeseshin për higjienën e gojës edhe gjatë agjërimit. Por Islami bën dallimin mes pastrimit të gojës dhe zhdukjes së qëllimshme të shenjës së agjërimit. Larja e dhëmbëve, përdorimi i mizvakut dhe pastrimi i gojës janë të lejuara, por sa kohë nuk prishet agjërimi. Era që mbetet, pavarësisht kujdesit, është pjesë e sakrificës. Mesazhi shpirtëror i kësaj ere, era e gojës së agjëruesit, na mëson një mësim të madh. Jo çdo gjë që duket të bukur ka vlerë, dhe jo çdo gjë që duket e pakëndshme është e pavlefshme. Agjërimi na mëson të jetojmë për Allahun, jo për perceptimin e njerëzve. Në një botë që vlerëson pamjen, aromën dhe imazhin, Islami na mëson vlerën e sinqeritetit të fshehtë. Askush nuk e sheh agjërimin përveç Allahut. Edhe era e gojës është një dëshmi e fshehtë e kësaj bindjeje. Agjërimi dhe pastrimi i brendshëm. Era e gojës është pasojë e pastrimit të trupit, por Ramazani synon pastrimin e shpirtit. Nëse goja ndryshon aromë, le të ndryshojë edhe gjuha, të flas më pak, më butë, më drejt. Nëse fryma bëhet e rëndë, le të lehtësohet zemra nga mëkatet, zilia dhe urrejtja, sepse agjërimi nuk është vetëm ndalesë, por rilindje morale. Si duhet ta shohim ne këtë fenomen? Besimtari nuk duhet të turpërohet nga era e gojës së agjërimit, por as të neglizhojë pastërtinë. Ai duhet të kujdeset për higjienën, të respektojë njerëzit përreth dhe njëkohësisht të jetë i vetëdijshëm për vlerën e sakrificës së tij. Ky ekuilibër është bukuria e Islamit. Era e gojës së agjëruesit nuk është dobësi, por dëshmi se ky njeri ka duruar, ka refuzuar dëshirën dhe ka zgjedhur bindjen ndaj Zotit. Në sytë e njerëzve mund të jetë e padëshirueshme, por në peshoren e Allahut, ajo ka aromën e adhurimit të sinqertë, sepse Allahu nuk shikon pamjen, por shikon zemrën. Dhe zemra e agjëruesit, edhe kur fryma e tij ndryshon, është më afër Zotit se kurrë më parë.